Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kush është shtëpia e muslimanit në dynja? Xhamia, Si të bëhemi të devotshëm? duke u bindë Allahut të lartësuar, Cila është cilësia më e mirë e njerëzve fisnik? i ruajnë lidhjet farefisnore, Si të largohemi nga dëshirat e nefsit? duke u friksu Allahut të lartësuar, duke zbatuar urdhrat e Zotit të gjithësisë. Cilin person e shpërben Allahu duke i garantuar një shtëpi në xhenet? Ai njeri i cili e le grindjen, debatin edhe nëse ka të drejtë, Ardhjen e cilës gjë e ka të sigurt njeriu? vdekja. Kush mori këshill nga shejtani dhe cila ishte ajo këshill? Shoku i profetit alayhis salam Abu Huraira e këshilloi që të lexonte çdo mbrëmje ajetin kursi, bëhet shkak me e mbrojt, me e rujt Allahu i lartësuar deri në mëngjes. Çfarë duhet bëjë njeriu pasi ka rënë prej një vepre të ndaluar? Me u pendu tek Zoti i gjithësisë, të keqen, me pasu atë me të mirë, me vepra të mira, bëhet shkak që të fshihet ajo e keqe. Kujt i takon fundi i mirë? Njerëzve të devotshëm, atyre që i friksohen Allahut të lartësuar, i zbatojnë urdhrat e Zotit të gjithësisë. Kush ishte Xhibrili alayhi salam? Xhibrili është meleku i shpalljes që i ka sjellë shpalljen profetëve të Allahut të lartësuar dhe vulës së profetëve, Muhamedit alayhis salam. Cila është vepra më e mirë? Falja e namazit në kohë. Cilit pejgamberi ja pastroi Xhibrili alayhi salam zemrën në ujë Zamzam? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cila është vepra më e keqe? Shirku, me i bo Zotit gjithësisë ortak, me adhuru dikë tjetër me Allahun e lartësuar. Cili është shoku më i mirë? Ai që të nxit me u afru tek Allahu i lartësuar, me u bind të madhit Zot. Cilën lutje bënte më shpesh profeti Muhammed alayhi salam? Ja muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Zoti ju shpërbleft hoxh. Amin të gjithëve.